Disha ka është parashikuar që reshi do të fillojë mbrëmjen e sotme për 2 ditë, sot edhe nesër. Çfarë masash po merren nga bashkia për të njësë janë osetës? Ne siç e shkon jemi në krye të detyrës, në gjithë shtabi jemi gjithë bashkisë. Me drejtuesin e saj shefi i kabinetit Skerdi Tushen. Kemi qenë bashkë me bordin e kullimit, edhe në bashkëpunim bashkë edhe me firmën e aeroportit. Po vazhdojmë punën për të siguruar mbrojtjen e agjaturës, e cila paraqit rrezikisht në disa vende. Po vazhdojmë punën me fadrom, do bëjmë hapjen e saj dhe në vazhdim. Do vazhdojmë akoma derisa të sigurojmë atë pjesë që është e dëmtuar. Komuniteti argjinatura është bërë disa vite më përpara, por ka pësuar ndërtime dhe çfarë po bëni sot? Sot ne kemi filluar po bëjmë korrigjimet e agjaturës, për të cilën nga shirat e shume që kanë rënë, e kanë çplar atë, kanë bërë rjef, e kanë ulë nivelin e saj lartësinë. Tani detyrohet për gati rreth 100 metra do një mbushje rreth 70 ponte të. Dhe keni lajmëruar banorët si duket situata me komunikimin që keni patur edhe në Gjirokastër Tepele? Me njoftimin që kemi marrë nga prefektura e Vlorës, bashkia, kemi marrë masë, kemi njoftuar tërë kryetarët e fshatrave, tërë banorët që janë në zonën e bazenit të Vjosës, që nga pjesa e Trevllazit, Kasarojt, Mifol, Novosel, Fitore, Bisham e deri në Dëllënj. Janë njoftuar ato familje që janë në bazen, plus edhe blegtorët që kanë stanet ose lopë në bazenit të Vjosës. Përmbytja e fundit ka qenë disa vite më parë, megjithatë edhe ndërtimi i argjinaturës vetë se ka ushtruar funksionin e saj. Ju mendoni se rrezikohet sërish Vjosa ose se Novosel? Çfarë masash duhen marrë? Ne masat jemi nga gatshmëri të plotë, unë kemi njoftuar për njoftimin dhe në moment ne e dim sinjalet pas të vejë niveli 6.5, do të bëjmë evakuimin e pjesës të bazenit të Vjosës edhe stanet baktit janë në zonë. Ka nevojë për alarm apo është ende herë? Jo, shumë shpejt, pavarësisht rreshet nuk kanë filluar akoma. Do kanë parashikime dhe mendoj që masat janë marrë si nga prefektura ashtu edhe nga bashkia janë masat janë marrë në mënyrë shumë të mirë. Jo, donde... Një gjë është tani. Mbushni argjinaturën, konkretisht çfarë po bëni? Tani ne po marrim dhe nga pjesa nga aeroporti, janë rreth 40 kamion me dhe. Kemi grumbulluar këtu nga çështja e kohës, nga lagështia që nuk është e mundur të shpëndajnë të gjithë personat. Nesër mëngjes do të fillojmë shpërndarjen e tyre. Kemi shpërndarë një pjesë dhe nesër vazhdojmë pjesën tjetër.